Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Klik. Kryesisht në botë, monumentet përkujtimore vendosen si simbole për t'i dhënë fund marrëzive dhe gjakderdhjeve. Tek ne është e kundërta. Vendosen për të filluar marrëzit. Kështu ka përshuar polemikat e fundit rreth vendosjes së shqiponjës në Çajir dhe kryqit në Butel, Prifti Pimen. Pavarësisht vlerësimit të tij, këto dy monumente vazhdojnë të shkaktojnë përplasje mes dy komuniteteve dhe sot, ndërsa pati edhe sulm fizik ndaj financuesit të njërit prej monumenteve. Por jo vetëm kaq. E gjithë kjo zhurmë folklorike, patriotike, e ngjyrosur edhe në aspektin fektar, shkaktoi një domino efekt që pak kush priti të ndodhë. Tani edhe komuna tjera, përpos Çajirit dhe Butelit, duan të ndjekin të njëjtin shembull, ndërsa nuk dihet se ku dhe si do të mbarojë kjo gare shfaqjes së muskujve. Mirë po, në terren, banorët e këtyre komunave kanë prioritetet të tjera në mendje dhe presin që ato të merren parasysh nga përfaqësuesit e tyre politik. Ndonë se multikulturalizmi shpesh proklamohet si vlerë e këtyre trojeve, sonte debatojmë sa ky diversitet përdoret, apo më mirë thënë, keq përdoret për qëllime politike. Sonte në studio, Izet Mexhiti, nënkryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili ishte në krye të protestës gjatë vënies së kurthemelit të kryqit në Butel. Mirë se erdhët. Mirë se gjë. Pranë tij është Idris Zorana, këshilltar në qytetin e Shkupit, i cili gjithashtu ishte i zëshëm këtyre ditëve në debatin e tij me kryetarin e qytetit të Shkupit, Koce Trajanov, lidhur me kompetencat pikërisht për lokacionet ku janë vendosur këto dy objekte që po i flasim sonte. Në krahun tim të djathtë, analisti Albert Musliu, mirë se vjen Albert. Për herë të parë në Klikun në edicionin shqip, teolog dhe analisti Ramadan Ramadani, mirë se vini. Dhe gazetari Arbenat Koceri. Mirë se vini zotri, shpresoj që do t'jeni të shkurt, të prerë në mendime, që të kemi sa më shumë debat sonte, duke përdorur butonat, 3 prej jush janë prerë të parë në këtë emision. Keni butonin e kuq dhe të gjelbërt për të kërkuar fjalën, për të plotësuar forsin ose për të replikuar. Zotri Mexhiti, do të fillojmë nga ju pas gjithë kësaj që ndodhi, më saktësisht të them pas gjithë kësaj që filloi, se nuk e dim se ku do të përfundoj. Si do të bindni opinionin që nuk bëhet fjalë për një skenar të mundshëm mes jush si Bashkimi Demokratik për Integrim dhe partnerit tuaj VMRO-DPMNE? Fillimisht do ndërlidhem me deklaratën e Priftit, të cilin e përshëndes, domethënë, me qasjen që e ka. Mirë po, në një moment, domethënë, duhet të elaboroj që nuk mund të merret Shqiponja si pretekst për ndërtimin e kryqit në komunën e Butelit, sepse Shqiponja apo monumenti i Shqiponjës është vendos për realizim të një ideali, për respekt ndaj kësaj vlere, dhe unë nuk mund të kuptoj komunitetin tjetër që të reagon për Shqiponjën, kur në anën tjetër, domethënë, kanë vendosur shumë figura, po thuaj se tërkopshin zoologjik, dhe nuk mund të jetë argument i fuqishëm që për shkak Shqiponjës, domethënë, është kundër përgjigje kryqi, dhe këtu tendenca është po ashtu që për të na futur në një terren të cilin nuk është as i joni, as nuk e dëshirojmë, për shkak se pikërisht shqiptarët janë popull që i takon 3 konfesioneve dhe janë një prej shembujve, domethënë, për diversitetin fetar, për respektin ndërmjet feve të ndryshme, edhe bien, domethënë, gjitha këto, sa i përket konstatimit apo ajo që mundohet të krijohet një opinion që është një marrëveshje, unë e hudhi poshtë për shkak se çdo herë, domethënë, kur ka pas reagim të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka qenë qëllimi i qartë, siç ishte rasti i Kalas. Në Kala ishte tendenca për të ndërtuar një kishë ortodokse që përfaqëson vetëm komunitetin maqedon. Reagimi jon nuk ka qenë që jemi kundër kishës, po argumentimi jon ka qenë që Kalaja nuk mund t'i takon një periudhe, një komuniteti apo një konfesioni, dhe ne ishim parimor atje, ose nuk duhet ndërtohet asgjë në Kalan e Shkupit, po ajo që gjurmohet të konservohet aty, se këto janë praktikat botërore, në këtë mënyrë para që ruhet vjetërsia, ruhet, domethënë, ajo trashëgimia, ose me që veç patën fillu të ndërtojnë, atëherë nuk duhet të ndërtohet një objekt,
po duhet të ketë objekte që do pasqyrojnë në fakt historinë e kalas, do të thonë ku kanë kalu periudhat ndryshme, ilire, bizantine, romake, dhe secila ka hisën e vetë dhe kjo ndodhi faktikisht në kalan e Shkupit, ku arrit edhe marrëveshje për ndërtimin e 3 objekteve, një i periudhës Dardane Pajane, i cili është në përfundim e sipër, është objekti i periudhës Osmane dhe është objekti që paraqet periudhën Bizantine. Dhe të kemi të kryqi dhe të shqiponjë. Pyetja ju ishte, dhe me thonë, për të sqaru, a është marrëveshje ndërmjet BDI-s dhe VMRO-s. Dhe pse kemi dalë, pse kemi protestu dhe cili ka qenë qëllimi, flasë, dhe me thonë, tek kalaja e Shkupit, dhe cili ishte epilogi i kësaj çështje. Pra epilogu ishte pikërisht atë që deklaruam ne para se të vjen deri tek përplasja, dhe me thonë, në qëndrime, ne kërkum që të pasqyrohen historitë e ndryshme dhe ky është realiteti në kala. Edhe sot, dhe me thonë, ne protestojmë për shkak se as kryqi, po as nuk e kemi ndërmend që kryqi të kundërpërgjigjemi me minare, sepse ne vlerësojmë që edhe kryqi edhe minarja kanë vendin njëra te xhamia, tjetra te kisha, dhe unë ndëgjova me vëmendje edhe zotin Todor Petrov edhe të tjerë që promovuan, dhe nëse janë aq dashamir ndaj komunitetit shqiptar ortodoks, unë i apelova, ne mund të drejtohemi edhe me bashkësinë e cila është regjistruar në gjyqin e Maqedonisë, bashkësinë e shqiptarëve ortodoks, dhe ata kanë një kërkesë për ndërtu një kishë ortodokse. Ta ndërtojmë atë kishë ortodokse dhe këtë kryq ta vëmë mbi kishën atje ku e ka vendin, jo dhe jo në rrugë. Kjo është qëndrimi jonë, mendoj parimor edhe sot. Okej. Një shqiponjë është bënë dhe më herët në komunën e Çajirit. Nëse më lejon, dhe më thonë... Jo, po atër nuk ka pas kryqe të tjera si kundër përgjigje, por nuk ka pas as zgjedhje. A është kjo, pse nuk ka pas kryqe të reja, po flasim për Shqiponjën që ndodhet në rrugën e ashtu quajtur të plastikave. Mirë që ma përkujtove, kjo është në bulevardin që shkon rrugës Kosovës, edhe atër u vendos Shqiponjën, por nuk pat kundër përgjigje nga komunitetit tjetër me kryq që duhet t'i pyetni ata. Me thonë, duhet kërkoni përgjigje të VMRO dhe PMN, pse atër nuk reaguan dhe sot reagojnë. Dhe do të jem edhe ma transparent, ma i sinqert, paraqitet si absurde, pse në me thonë, BDI proteston. Ndoshta është më mirë ta zgjedhim probleme dhe mos ketë nevojë as pak të protestojmë. Dhe ne këtë dim, po ne kemi ardhur me një situatë ku jemi përplas me VMRO dhe PMN dhe protestojmë. Po ma këtë se të protestosh, lejo, Idris, dhe marrë fjallën dhe folish. Lutem, ama i të marrë kohën, dhe nuk është problem. Nëse bëhet elaborimi, flasim për kryqin edhe flasim për Shqiponjën. Të marrë fjallën, Idris. Të lutem. Nuk do të ndërhi. Okej. Prit. Ndoshta, dhe më thonë, paraqitet pse proteston. Po ma keq është edhe mos protestosh. Sepse kur nuk proteston, faktikisht e miraton. Që ka ndodhë në kalumen. Dhe do him debat aty, dhe më thonë. Është ndërtu kryqin vodnë, po nuk ka pas as protest faku, dhe më thonë, nga komunë. Dhe ne nuk kemi dalë në këtë protest... Nuk është komparacion kjo. Komparacioni kryqeve. Po nuk mund është komparacion, se ka qenë gjatë kohës luftës, edhe nuk mund, të gjitha institucionet atës kanë qenë pezullume në një farë forme. Edhe nëse shkojmë në atë formën edhe atë stilin të cilën ju sot doni ta impononi në temën apo debatin e sotëm, duni t'jeni të sinqert dhe të thoni se atëherës Partia Demokratike Shqiptare ishtë në funksion të ndihmesës të ushtrisë lirimtare në Maqedoni. Ska qenë kur luftaja. Flasim konfliktit 2001-shës, ushtrisë lirimtare kombëtare, atëherës ishtë UÇK-s, ishtë në ndihmes Partia Demokratike Shqiptare. Edhe nëse ju kujtohet juve, në disponim ka qenë i gjithë bile edhe vetura ishtë në kryetarit të parlamentit, zëtiri Ila Zalimit, e cila ishtë përshema dhe në funksion në rujtin e familjes së liderit juaj Ali Ahmetit. Po kjo është një bisedë kësisht tjetër. Tema e sotit është nuk mund bëhet një komparacion në atë kohë kur ka qenë ndërtimi i kishës me ndërtimin në një paqë ose në një marrëveshje të Ohrit të cilat e kemi mbas luftës apo konfliktit 2001-shës. Edhe as kryqit, okej, po ki edhe me dhjetra kisha të cilat
ndihmesës, falë këshilltarëve tu, janë ndërtu në komunën Aerodromit, kurse në fshatin Lisiqe, ku është më i vjetër se thuaj Aerodromi, nuk ju lejohet të ndërtohet një xhami. Në komunën e Aerodromit nuk ka këshilltar shqiptar. Jo, thash në qytetin e Shkupit. Po ju thatë komunën e Aerodromit. Në qytetin e Shkupit, këshilltarët e juaj e kanë votu të gjitha kishat të cilët janë ndërtu tash 8 apo 9 të cilët janë në Me komunën. ligjin e ndërtimit, kompetenca e ndërtimit është e komunës, jo e qytetit Shkupit. Problemi është Për kategorinë e dytë, për kategorinë e parë ka Ministria e Transportit. Të lutem, Izet, nëse Jo vetëm për opinionin kështu sqarim. nuk kemi ardhur që të diskutojmë ose nuk kemi diçka personale. Jo. As me juaj, as me politikat e liderin e për shembull liderin tuaj të Bashkimit Demokratik, po thjesht jemi këtu për hir të opinionit, për hir të publikut, për hir të popullatës, të gjitha të vërtetat të dalin në sipërfaqe. Edhe një formë e tillë, të cilët ju sot doni ta përshkruani dhe të tregoni gjoja se keni pas në absolutisht nuk qëndrojnë gjitha të binuj shkaku se këshilltarët e juaj në të gjitha buxhetet, qofshin buxhetet të cilët e mozaikun e 2014 që themi kopshti zoologjik ashtu sikur e quhni e ju, unë disa herë kom potencu, ato kanë qenë me mec ose kanë dalë jashtë, kanë pinë në bife, kur nuk kanë marrë fjalë të diskutojnë apo të parandalojnë një gjatë tillë. Nëse shkojmë në këtë... Nuk është e vërtet. Ja, të tash në shkojmë... Kur ka fillu 2014? 2014 që ka filluar me ardhen në pushtet të Bashkimit Demokratik për Integrim. A je sigurt për këtë? Absolutisht jam sigurt. Absolutisht sepse çdo kush jep kryetari i komunës. A mund të bësh diçka ti nëse s'ki pare? A mund të realizosh? Ideja mund të kesh sa dush në kokë. Po kurse si nuk mund të vinë në funksion dhe në realizim, në zbatim. Do të thotë, me ardhen në pushtet, për shkak vazilitetit, për shkak servilizmit, të partisë tuaj, me çdo kush që t'jeni pjesë e koalicionit apo qeverisës me VMRO, edhe kuptohet kostoja apo çmimi i një gjëje të tillë pe vuajnë ose pe psojnë shqiptar. Kur ka fillu gjërmimet kala? Tash, Kush ka qenë ministri i kulturës? Çështja e gjërmimeve në kala, nëse bisedojmë. Edhe kjo, ajo e cila është parashtrimi i përdorni butonat për kërkuar fjalën. Arben, apo përsëritet historia? Po, unë mendoj prej fillimit krizës aktuale në Maqedoni, tash e një vjet, mendoj se tash jemi fut në fazën më të rrezikshme të mundshme. Duhet kemi parasysh këtu disa faktorë. Njohim që VMRO DPMN është tregu si parti mjeshtër që ato keqpërdorime, ato si thush, sidomos financiare të cilët po shihen tash edhe përmes publikimit, më herët bombave, tash edhe të prokurorisë, është tregu mjeshtër që din ta kanalizoj ose t'i fsheh ato përmes incidenteve ndëretnike. Nëse deri tash ka qenë kjo ndëretnike, tash druj se kjo është ku një shkallë më tutje në ndërfetare, duke ditë edhe disponimin global tani si është situata dhe si është qasja ndaj këtyne problemeve, pa dash me anashkalu këtu edhe rolin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe Izeti filloj në fillim të arsyeton ata që kjo nuk mund të jetë reakcion ndaj Shqiponjës, po duke njohur VMRO-n, unë e mendoj që kjo ka qenë preteksi që ata fillun me vendosjen e kryqit, dhe është e vërtet ajo që nuk mund të bëhet paralele tash mes një Shqiponje dhe gjithë atyne përmendoreve. Shqetësimi më i madh i imi është që tash sado që t'jeni me qenë se jeni dy përfaqësues të dy partive kryesore, pa dasht me barazu fajin, ndoshta edhe meritat, se dihet me qenë se BDI-ja është në pushtet, kujdesi më i madh është që këtë proces mos ta merr në kontroll dikush tjetër. Mos harrojmë, ne pak a shumë këtu jemi shumica dhe të Shkupit, i dim rrethanat, i dim se sidomos pjesa shqiptare e Shkupit sa është, mund të kisha thonë, edhe fetare, dhe nuk duhet të gjindemi në një situatë që këtë proces tani, duke shfrytzuar preteksin e kryqit, i cili do t'jetë i ndihmuar, besoj, edhe nga faktor, nga armiqtë shqiptare, para gjithash mendoj nga partia kryesore në pushtet VMRO DPMN, dhe mos na del situata nga kontrolla, mos harrojmë se ne shqiptarët
kohët e fundit në rajon, ndoshta veç edhe në Shkup, kemi shkuar edhe deri në ekstreme më të mëdha dhe kemi prodhuar edhe ushtarë për lufta, për organizata të ndryshme terroriste dhe nuk do të në habit që mund të gjemi në një situatë shumë më të keqe që mund të na tejkalon ndoshta edhe debatet brenda shoqërisë dhe brenda subjekteve kryesore politike. Zotëri Ramadani, apo përzihet feja në politik, apo politika në fe? Po, para kësaj, mendoj se është radha me spjegu se sa politika përzihet në politik, ne jemi në një situatë parapolitike, do me thonë, tani ju si e dini, do me thonë, Maqedoni ka një dukurish e re, ajo duket detaj, po ajo e konteston krejt sistemin politik në Maqedoni. Ajo e ka emrin numri amës virtual. Do me thonë, ajo e cila ishte në preskonferencën e para, po aksionin, si e qujtën ato të prokurorisë speciale, ishte se në Maqedoni ka dukuri të numrit amës virtual. Kjo, do me thonë, i delegitimon edhe zgjedhjet edhe cenzusin edhe shumë muhabetet të cilat janë sistematike në Maqedoni dhe me të cilat ne jemi mësu të udhëhiqemi me ato muhabete gjatë analizave tona në opinion. E dyta, nuk pajtohem me parafolsin për atë se tani jemi në fazën më të rrezikshme, pasi mos të harojmë, ne kemi kalu një fazë shumë të rrezikshme, e cila ka qenë edhe ka ndodhë, fati jonë që ka mbaru shpejt, por nuk duhet të harojmë asnjëherë konfliktin në Kumanov, do me thonë edhe atë që ndodhi atë ditën e 9 majit apo në Kumanov, e cila ditë, do me thonë ta përsëritmi që ta dimi madhësinë e asaj, në të cilën ditë, do me thonë, Maqedonia ka pas ma shumë viktima prej pavarësimit e deri sot. Me një ditë të vetme, do me thonë duke marrë edhe agresorët, edhe pjesëtarët e rendit dhe sigurisë, atë ditë ka pas ma shumë viktima se çdo ditë në Maqedoni, përfshirë edhe konfliktin, do me thonë, të luftës në 2001. Kjo tregon për seriozitetin e krejt asaj. E dyta, tregon për një lloj mbrojtje apo mënyre të defokusimit që sipas gjithë informatave pjesë e saj ka qenë edhe incidenti në Kumanov, pasi tani po vazhdon procesi dhe besoj opinioni do ketë rastin të dëgjoj edhe dëshmi tjera, sikur dëshmit që i ndëgjuam atë ditë se ka pas urdhër dikush prej grupit armatosur që dëgjuje në ajër e tjera me radhë, që do nxjerrin në shesh, do me thonë, shumë bashkëpunëtor të shërbimeve të sekrete, të cilat, do me thonë, kanë arritë të shqiptarët, me sa e dimi kanë edhe gazetë vetën, do me thonë, edhe të cilat punojnë edhe veprojnë ndër shqiptar, edhe puna e tretë se pse gjithë kjo, do me thonë, unë dakordohem me atë që thotë zotëri Mexhiti se kjo nuk është ndaj skenar, sot njëjtë edhe kryetari i VMRO Depomnes kishte thonë që nuk është kjo ndaj skenar, do me thonë këtu kurkush nuk thotë se këto si në film, mbledhen ndonjë kafe, do me thonë edhe bisedojnë se a davnojnë Shqiponjën, apo davnojnë Kryqin, apo si do jetë ajo, po këtu flitet për, do me thonë, për një si thotë vendosje të setit për të incizu një film. Kjo, për me marrë vesh, do me thonë, edhe ma ilustrativisht, më shumë i përgjanë, pasi ne shumica jemi të Shkupit këtu, në Shkup ka një loj, do me thonë, edhe ka një hile, cilët i thojmë na 3 qibrita. Edhe ato 3 qibrita, do me thonë, i vëndojnë për dit, aty dikon afer urës gurit, edhe ta shkalojnë njerëzit, do me thonë, na krejt Shkupjant, kalojmë edhe vetëm buzqeshmi edhe qeshmi, mirë po gjithmonë ka njerëzit 3 që vinë Shkup, ose fëmijë 3 që rriten edhe që mund të jenë kurbanat apo viktimat e atyre dhe të binë prej ati mashtrimi. Do me thonë, po flasmi për kësi konspiracione. Nuk po thojmë nëse dikush ka bo marrëveshje, ku ta di une, do me thonë, Ahmeti me Gruevskin, apo dikush tjetër për atë se si do incizohet një film, po se si ndërlidhen sendet për të ndru konteksti. Të mos harojmi, shkaku i afërt, edhe i Kryqit, edhe i Shqiponjës, është debakli më i madh politik që i ka ndodhur këtij koalicioni qeveritar, e ajo është shtyrja e zgjedhjeve të 24 prillit. Do me thonë, bojmë fjalë për 2 parti politike, të cilat me shumë herë e kanë përsëritur zgjedhjet 24 prill, kush doje në të marrë pjesë e tjera me radhë, dhe atë ditë, do me thonë, zgjedhjet ishte, kur ndodhi kjo e Kryqit, do me thonë, ishte një ditë pas, do me thonë që u shtyja ajo, edhe komenti im i parë, edhe
edhe tash qëndrojnë atë, është pak ironik, po unë mendova se është një feste përbasht e VMRO-s dhe BDI-s për të festu atë shtyrjen e zgjedhjeve, apo për të bënë në një farë mënyrë të harojme, se fjalët e fundit të Gruevskit në shtyrjen e zgjedhjeve ishte, do me thonë, përmendja e zotri Ali Ahmetit, dhe se edhe prej BDI-s ka marrë fjalë se nuk do pranoje prolongim të mëteshëm e tjera me radhë. Besoj që do të keni replik nga zotri Mexhiti. Albert? Që ka një tendenci ashtu për 98-ën, edhe që është shumë e shprehun për 2006-ën për kërë VMRO është në pushtet. Shqiptarët kanë model të bashk të qeverisjes në relacion me bashkësit fetare. E kanë Kosovën, e kanë Shqipnin, edhe nuk kanë asë një dilemë se ku është pozite e politikës, ku është pozite e institucioneve fetare dhe e konfesioneve. Tu në Maqedoni ne nuk duhet zbulojmë, po ne jemi këtu viktime një tendencë të VMRO-s që jo vetëm ta afroj kishën afër shtetit, po edhe ta potencoj nevojën e afërsisë të kishës. Po bile ne ishim një prej shteteve të ralla në botë, nuk e di Vatikani me vetëm e ka atë punë, që finansojshim me para publike ideja dhe qëllime dhe qëndrime të kishës. Atë e bënte qeveria nëpërmjet kampanjave që kanë të bëjnë me qëndrime të kishës. Edhe kjo nuk është stopu, edhe kjo duhet ndalet. Kjo, edhe unë nuk besoj se ka në një komplot tash jo null kryetarët e partive, edhe janë marrë vesh që të bëhet në incident që ndodhe kjo që ndodhi. Unë e kuptoj nevojën për protestet, po kjo nuk duhet ngele në nivelin e protesteve, se ne kemi paralemrime se kjo do ndodhë 3-4 komuna qera. Po shka të bëjmë kësaj, ne do t'i përgjigjemi me paralelizëm kombëtar iniciativave fetare, se kjo është iniciativ konfesionale e komunës Butelit. Unë e kuptoj edhe sensibilitetin me i komunë ku përafërsisht konfesionet janë gjys-gjys. Po si ligji vlen për komunën e Gostivarit ose për komuna qera shqiptare, këtë ne më duke se tregu qendra akoma qëtë Marshall Tito, se nuk mund ndrohet emni. Si për disa sende vlen ligji për shqiptarët, për komunat Maqedone nuk vlen. Komitetit bashkësive të etnike që janë komuna, ka edhe në Çajër dhe në Butel. Pa do me thonë, kry që tash si do të definojmë si ornament, e na jo është një vlerë e kulturës një komi, do me thonë, duhet vendoset... Ligjin me vendim është pajisje urbane. Vetëm ta definoj. Do me thonë, duhet ketë limite. Ju kishit problem si komunë për emnat e shkollave, ndërse komunë e Butelit një vendim e kalon kështu në mënyrë eksprese, edhe nuk ka reagim. Ajo është e pafalshme, edhe këtu nuk mund të reagoj vetëm komuna e Çajirit. Këtu ka nevojë që partnerët e koalicionit bisedojnë për këtë, se kjo mund të ketë efekt domino, të vazhdoj. Në Gostivar, në Tetov, në Çegrane, ku ta diun, gjithë ato komunat ku nuk ka mundësi ki shtet stopoj diçka që shqiptarët do ta bëjnë. Po ai migji i përgjithshëm i cili krijohet është ai, se ne vëndojmë Shqiponja, po jemi kundër shenjave fetare një konfesioni tjetër. Pse ne nuk kemi problem, shqiptarët nuk kanë pas problem me identifikimin fetar. Po ne si komunitet maqedoni, si komunitet shqiptar, duhet kemi problem me insistimin ngritjes nivelit religioni. Që vlerë demokratike nuk është shtetit të insistoj ju t'jeni ma fetar. Vlerë demokratike është shtetit ju lejoj, ju të praktikoni konfesionin tuj. Po ne jemi dëshmitarë se në Maqedoni që një dekad hargjojnë sumat mëdhaja lekësh me mënyrat ndryshme të finansimit. Unë nuk e di, ne ju me blejt diçka pak ma luksoze në komun, do të vinë këto shërbimit tatime, do të pisin pika paret. Todor Petrovi, i cili realisht ka problem me finansat e veta, finanson një projekt aqë të vlefshëm, a kërkush nuk e pitë prekajon lekët. Ne kishim një shoqat me emën që Sunja Godise, gjysmë e Maqedonisë, jo, 80% Maqedonisë, e shoqate atimve 3 grupeve që ishin. Të Maqedonisë e Egeut. Jo, ka një... Setit si Popadici. Ato u mytët të finansu në Maqedonisë, nuk ka. Do më thonë, kjo është diçka që duhet bisedojt nivelin më të naltë. Nuk është e mjaftueshme vetëm që të ketë protesta. Protesta është e mirë si ndimes e qytetarëve të komunës Butelit. Po kjo duhet vëndojt në nivel më të naltë, se kjo mund të vazhdoj në pakufi. Ta shkat, Maqedoninë lindore do të vazhdojnë të bëjnë kisha, do të bëjnë kryqe, Maqedoninë perëndimore ne do të bëjmë kështu, ashtu. Edhe kjo hynë një cikël që nuk zaventsohet. Kjo me bustat në qendër është lehtë. Unë kom qenë në Prag ka park të bustave të ish sistemit. Bustat meren me event, vëndojnë me event tjetër. Po me objekte sakrale, me shenja që kanë të bëjmë me konfesionet, është pak ma problematike. Edhe të lëvizën, edhe të translokojnë, dislokojnë, kështë më ratë. Do me thonë, mendoj se është kohë e fundit, kjo është pika e fundit e asaj të cilën VMRO dhe po mëne e bënë që 10 vjetë. E më hargjon pare publike për
insistim të konfesionalizimit të komunitetit vetë në një komunitet, një shoqëri e cila është relativisht e balansume. Nuk mund ju në një shoqëri e cila ka kaq përqindje për afërta të religioneve, të insistoni në ato sendet cilat juve u dallojnë. Prandaj mendoj se edhe BDI-a, edhe PDSH, edhe gjithë subjektet politike shqiptare e kanë edhe obligim, edhe detyrë, edhe mundësi që këtij shteti, këtyre partnerëve politik, të asjaroj se ka modelet bashkëjetesës të shtetit me religionet, po jo në kaq përzirje të paqartësisht do të maqoni. Zotë Mergjiti, përgjigje? Të mundoj të plotësoj edhe se replikoj qytetarin tim Ramadanin, se kështu si gjithanshëm edhe hoq, edhe analist, edhe qibritat i mba me të mirë se tash nuk janë qibritat më të qytetin e Shkupit në gjenerata më të rejen. Dhe këto që vinë nuk e mbajnë mend se vetëm si muhabet, është impresionu se kështu. Duhet t'jap një përgjigje se nuk është gjithçka i skenuar. Nëse kjo paraqitet as si skenim në butel, ose paraqisim kalan, çka ishte atëherë loja për komunën e Kërçovës? Edhe atëherë u ballafaqum ne me VMRO DPMN. Atëherë LSDM e VMRO u bën bashk dhe ne u ballafaqum rreptësisht, domethënë deri në mënyrë ekstreme për Kërçovën dhe arritëm që të fitojmë, të jetë Kërçova shqiptare. Edhe me strugën, domethënë zgjedhjet lokale, ne edhe kur humbëm rrethin e parë, e tekalum vetëm e vetëm atë strugë që BDI e bën shqiptare për ta rujtë shqiptare, që mos vjen domethënë sepse atëherë unifikuan edhe VMRO dhe LSDM. Domethënë BDI nuk është hera e parë që proteston ose kundërvihet VMRO DPMN-s, vetëm te kryqi, te kalaja. Si do shpjegon atëherë qasjen gjatë zgjedhjeve lokale dhe në shumë çështje tjera. Prandaj unë plotësisht du domethënë ta bisedojmë, ta debatojmë këtë çështje që këtu në vërtet ne ballafaqohemi me një reagim të VMRO DPMN-s pas shqiponjës, edhe pse është e padrejtë. Dhe pranoj edhe këtë beni që e përmendi. Nuk mund t'jetë arsyetim, argumentim vendosja e shqiponjës për kryqin në butel. Sepse edhe para shqiponjës, domethënë ato kanë bo shumë çështje tjera dhe nuk mund të vehet as baraspesh ndërmjet komunitetit shqiptar dhe komunitetit maqedon. Dhe ne kemi marrë këtë çështje seriozisht për ta pengu vendosjen e kryqit butel për shkak se ajo Punimet vazhdojnë, zotë Mergjiti. edhe ata në shumë çështje. Domethënë edhe juridikisht nuk mban, për shkak se është sjell pa respektu parimin e badinterit. Janë thirrë në një nen domethënë për pajisje urbane. Dhe në ligj, domethënë në mënyrë taksative është e dhënë se çka paraqet pajisje urbane. Pajisje urbane mund të jetë ulset, mund të jenë korpat, mund të jenë dhe po ashtu në rregullorën e qytetit Shkupit janë të përcaktuar edhe dimensionet e pajisjes urbane, domethënë. Lartësia më e lartë është 3.5 metra lartësi. Dhe ne këtë e bëjmë, domethënë, fillimisht si ta dokumentojmë juridikisht që është shkelje e rëndë ligjore dhe hap pretekst, domethënë, për mandej kjo të ndodhë që përmendi edhe Alberti në gjithë qytetet shqiptare apo maqedone, Gjatë debatit. për ta fitu opinionin, për t'i bindë ndërkombëtare, domethënë, cila është qasja e jonë, dhe pse jo, domethënë, edhe juridikisht do i shkojmë deri në fund kësaj qasje, me vetëm shkas për ta parandaluar këtë, sepse mendojmë se kjo bazën nuk e ka të shqiponja realisht. Baza është dikun tjetër, për shkak se nëse mirë dhe analizohet fjalimet kur është vendos gurthemelja dit, nuk flasin për kryqin apo për diçka tjetër. Po flasin duke i thirrë të rritë e butelit, që të rrinë butel, të arrujnë butelin. Faktikisht, ky vendim është sjellë në bazë të frikës që e kanë që buteli mund të jetë një Kërçovë e dytë, një struk e dytë, që buteli të shndrohet në një komunë shqiptare dhe këtë argumentojnë se prej 4800 nxënësave, 50% nxënësave janë shqiptarë. Edhe të tjerët janë Macedon, Bosnjak, Turq e diçka tjetër. Dhe pra nuk dhe kur sillen vendime duke u bazuar në frikë,
janë vendime irracionale dhe bëjnë gabime ligjore edhe pse kanë një mundësi të ndryshojnë ligjet brenda javës. Aq dhe më thonë të prekupu nga friga, kanë bo gabime dhe shkelje që janë qesharake, duke vendos një vendim për kryq 55 metre në një vendim për pajisje urbane. 59 metre. 59, po. Pajisje urbane. Vetëm shkurt i drejtë, pastaj vazhdo. Shqiponia i ka normat, ai ka plotësuar dashta. Kjo është Arben, ndeshta të replikoj. Lutem nëse ka mundësi, pasi që do të zgjidhin në mënyrë institucionale. Nuk është problem. Ta elaboroj, unë mund të mund të absolutisht mund ta elaboroj sa dush, mirë po pratim edhe në debat që të diskutojmë, edhe të qesim të gjitha faktet në sipërfaqe dhe të bisedojmë. Unë nuk them se ju nuk e keni sjellë atë vendim, po atë vendim e keni sjellë në kokat apo në zyrat e partisë tuaj. Një vendim ku shumë bukur ju e thoni që duhet për shembull të ketë procedurë dhe gjitha ato, ligji 2005-s, po edhe ky 2004-s, edhe ligji 2014-s është shumë mënyrë taksative. Numërohen se kur, çfarë janë monumentet, si mund të sillen monumentet, duhet keni program, do të thotë Këshilli i Çajirit duhet sjellë vendim për program për monumentet, një, e dy, duhet shkesh konkurs të informohet opinioni, e treta, duhet ketë këshill, dhe e katërta, një gjë e tillë të cilët ju e keni vendu, të cilët ne nuk jemi kundra as Shqiponjës, as Kryqit, shkaku se ne jemi kundra mënyrës veprimit, ju jeni në qeverisje, qoftë lokale, keni 3 qeverisje, edhe qendroren, qeverisje, edhe në nivel të qytetit Shkupit, edhe atë lokal. Do të thotë edhe në komunën e Butelit, antarët e juve nuk kanë pas asë një vëretje, edhe pse janë shkel shumë procedura atje, por nuk do me thonë të ju amnestojmë edhe juve të cilët ju i keni sjellë për nevoje ditore, jo rastisht, unë parë zidesha të ndërhy, por bisedën të cilët dëshet i epshi kake, isha i detyruar. Butelit kanë votu kundër, çfarë vërejtë të ndryshë do? Në rendin e ditës nuk kanë marrë, janë pajtu të gjithë, për rendin e ditës ka stenogram të cilë nuk janë kanë kundër rendin e ditës. Është i falsifiku më rendin e ditës. Është çështje tjetër, tash nuk jam është gjyqja i cili do ta verifikon. Unë po të them se stenogram është aty s'ka pas asnjë vërejtje kur është propozuar pika e rendit ditës. Si ka hija ajo pika e rendit ditës është tjetër. Çështja e Shqiponjës. Shqiponja, Izet, hajtë kuptomi pak, t'jemi pak më real dhe t'jemi pak tek e fundit. Shqiponja e ka vendin në parlament, Shqiponja e ka vendin në ministri, kurse Kryqi, nuk jemi kundat Kryqi, tu t'kuptomi, por jemi mënyra e vendosis e Kryqit, në merkacionit do me thonë në të kuptimin, kur do dikush të llogaritë një jahi apo vilajet vetin që është pronë private, edhe donë të ndryshon gjendën reale apo faktike të qytetarëve, dhe kjo është forma se si ju funksiononi 2 partitë politike në qeverisje. Brenda natës keni një vllazni të përvetuar në të kuptimin do smart. Ja, do smart. Të kuptomi një send, nëse mendon, nëse një send, nëse mendon ki do smart, është e vërtetë se dëshmor duhet t'japë llogari për ato të Kumanovës që ka ndodhi. Do t'japë llogari edhe për shumë vrasje edhe shumë. Cilën dokument na mungon neve për Shqiponja? Dokumenti për Shqiponja programën e përmende kemi vitin 2012. Programën e kje. Vendimin për ata kemi. Nuk ke konkurs. Për çfarë konkurs? Konkurs publik. Konkurs publik të informoshim opinionin për çfarë monumenti apo vendim ka mbas programit. Por mbas të ligjit. Ligji 7, 8, 9, 10, gjithashtu 11, 12, 17, 18, ku parashifen, ja shumë bukur, mund të themi, mund të flasim sot do, mirë po ligjet të cilët janë për monumentet. Shqiponja bazohet në vendim 2012, Vendimi 2015 është aprovuar 15 vjetorin e luftës së UÇK-s. Kryqi është aprovuar, kërkesa para 2 ditëve, pas 2 ditëve duhet me pas vendim, duhet të ndryshohet thuja në planin nuk është çështje për monumente. Bëhet fjalë që duhet ndryshohet plani urbanistik i detajum, i cili do të adaptohet me planin urbanistik general. Kështu që ju nuk keni kur një farkërksi. Absolutisht, pasi që kjo është në Makedonska brigada dhe Lazar Trpovski. Po? Përmendorja. Ato janë rrugë
kryesore që i mirëmban qyteti i Shkupit. Ty t'ka kap me rakit, tash se kemi hinë hise Koce Trajnovit. Jo, vetin Koce Trajnovit, ti s'kish kam hinë Koce Trajnovit. Po, unë jam kryetari Qajirit. Është një sen tjetër. Ti Koce Trajnovit s'kish kam hise, që ti shumë mirë i ndanë edhe tenderat, i ndanë edhe hajnit edhe të gjitha gjanat me atë. Të gjitha gjanat i ndanë me atë zbashku. Po të lutem, të gjitha. Kompetencë kina ne me ata. Nuk i kompetencë me atë. Ne kina marrëveshje politike për punësime. 2009, deri tash janë punësu 450 shqiptarë në ndërmarrjet publike qytetit Shkupit. Ndërmarrjet publike, 25% e përfaqësimit. As pak nuk është e vërtet, kur flet për kësi punësime, unë të them, ja as pak, nëse në kam si Anita, as pak nuk është e vërtet se kjo kur flet, tash unë po të them, të pëtehap një informat shumë sakt, mbrenda një vitit, të vitin 2015, në ujësjelës dhe kanalizim, janë punësu 200 veta për cilëve i ke vetëm 10 apo 15 shqiptarë. Po, ma në higjenën komunalet janë punësu e 500 veta. Për çfarë flet për higjenën komunale? Po, shqipe ti ku e ki Drisën, çfarë forme e ki të atje, absolutisht i ki të gjitha menaxhmentet dhe të gjë. Në nivel të ndërmarrjeve kemi 25% punësum shqiptarë. Absolutisht nuk është e vërtet. Ne mund flasim edhe për këtë ndërmarrje. 450 punësimi janë bo për 2009 deri tash vetëm në ndërmarrje publike. Mbi 200 profesor në shkollat e mesme. Ja, nëse Anita është problem se ki hap tema për të cilët absolutisht nuk e. Ne qëllimi ishte Kryqi dhe ishte thuja Shqiponja. Shqiponja e ka vendin, një rastisht ne kur flasim dhe gjithmonë potencojmë se Shqiponja e ka vendin në parlament, Shqiponja e ka vendin në ministri. Shka e kam fjallën? E kam fjallën në të kuptimin atje se çdo shqiptar i cili frimon dhe jeton në të kuptimin, ne në gjithmonë vete kemi Shqiponjën të cilët duhet të realizojmë përfacimin adekvat të shqiptarëve, duhet të respektojmë ose të implementojmë gjuhën Shqipe. Po kjo Shqiponja është edhe midis Tiranës e ka vënu kryetari Lulzim Basha, nëse ai ka gabu atër pas unë gabu edhe unë në këtë që kom në Shkup. Nuk mund... Kjo është kopja Shqiponjës Tiranës, edhe është në rrugë, është në rreth, në hymja Tiranës. Nëse ka gabu Shqipëria, kemi gabu edhe ne qërë. Shumë shkurt, disa vërejtë pasi disi u thira me emën edhe pse sudesht. Në më thonë, është e vërtet se është e gjithanshëm, njona për punëve shka e baj gati gjdo ditë është se ka përceda, me thonë edhe hecin kom, e kam shkaku shëndetit, edhe për dit janë ato qibritashat atë të mosti, po ndoshta nuk dukën se ka një objekti që ditë shëmi cili e pa mundëson tash edhe fotografi, qashia edhe të fotografohet, jo më të shifët, po të mosti janë ka shishtulit. Komunën qenderave qaja, nuk onë qajrë. Ajo objekti janë komunën qenderave. Por objekti si dhja më qibritashat janë për ditë. Pare me gërshan që kanë botë ndarës teritoriale. Ate jashtë, do më thonë, ate jashtë, po, do më thonë, ato janë ate, edhe puna e dyte, cilë e vërteton, se ato qibritat i kanë 3 pjesë, ajo që e vërteton qibritin e dytë është nëse ju kujtohet, do me thonë, përkujtojmë edhe opinionin, ne ndodhi një rast i dyshimt edhe me punën e universiteteve, do me thonë, u paralajmëru Universiteti Nën Tereza, edhe pas asoj me njëherë doli një universitet i ri, do me thonë, i cili është për siguri nacionale dhe ka emnin Damjan Gruev. Ku është problemin ketë? Problemin ketë dhe ku lindin dyshimet, do me thonë se mund tjetë e kundërta, do me thonë tjetë vendos Damjan Gruevi dhe ma të nxjerret Universiteti Nën Tereza vetëm për pretekst, është në atë se për Universitetin Nën Tereza nuk ka pas haber senati i Universitetit Shtetëror të Tetovës, i cili, do me thonë tani si e dini, do me thonë ka paralajmëru se do ngritë procedura. I cili universitet në këtë rast, do me thonë, i mbyllën 7 fakultetet, të cilat do hapen në universitetin me këtë ligjin e ri i cili erdhë ekspres. Tani kjo aludon natë se është njësoj, do me thonë, si të puna qibritave, kur pretekstin ziret për para. Mund tjetë edhe kështë Shqiponja, nuk thot kur kush kur gjo, po ajo shka ka notë në Shqiponja, unë e pajtojmë se është të rësisht jo proporcionale, do me thonë, feja me kombin, partia me atë kishën zyrtare të mos harojmi, Macedon të atë ditë, përveç tjerave, e keq përdorën edhe organizatën edhe institucionin zyrtar, të fejës së tyre që e kanë, edhe ajo është, do me thonë, gabim shumë i madhi tyre historik, që do ja shofin sherin në të ardhmë, edhe është plotësisht jo proporcionale, edhe nuk mund të miret si pretekst. Po ajo në cilën përgjason, do me thonë, puna, edhe atë që e ka bo
SMK-ja, MPC-ja, VMRO-ja, kushdo që e ka të bo në rastin e Kryqit edhe atë që ka bo BDI-ja në rastin e Shqiponjës, është uzurpimi i simboleve. Nuk lejohet, do me thonë, dikush të festoje, për shembull, nisjen e luftës në Tanush pa i thirrë këtë spektrin politik shqiptar. Si, për shembull, mundet mos thirret atë ditë Gzim Ostreni, kryetar tani është i një partisë krejt tjetër, po nuk thirret me një vend ku Erifi akon shef i shtabit general i asoj ushtrisë çlirimtare kombëtare të cilën ne pe festojmë ose pe shënojmë. Do me thonë, kjo është uzurpim i simbolit, njësoj si në rastin që e kanë bërë, do me thonë, ata Maqedonas në punën e uzurpimit të një simboli global të krishterimit. Sa e dini, dhe është edhe deklarata e këtyre, nuk është ai vetëm prifti pimen, po ai është edhe i madh, do me thonë, atë. Unë tani se di ato si Peshkopa, si i vjen, do me thonë, po ai me titull është i madh, do me thonë, si pas fejes ortodokse edhe kanoneve të saja, nuk lejohet kikish, kjo është e huaj për praktikën e tyre. Do me thonë, kjo është, me të folmën tonë, është bidat në fejen e tyre. Do me thonë, është diçka, sikur na me bo një minare pa xhami, na s'kemi minare pa xhami. Do me thonë, vetë me ngull minare dikun mal, ku e diku, do me thonë edhe pa nevoj, ose këta di me bo diçka tre, po kjo, do me thonë, të regon edhe një tjetër sen që duhet me artikulu edhe që është mirë opinionit a dije, se këtu nuk është i zgjedh Kryqi i Maqedonasve, nuk banë në me i vetëm në atë punën e fejes, po është këtu edhe se është simbol bashkuës, sidomos, ne shka jemi, do me thonë, të Shkupit, moti shka jemi këtu, s'kemi ardhë prej Azerbejxhanit, e dimi se shqiptarët e Shkupit, sidomos të asaj nahije të Karadakut, kanë probleme të mëdha edhe kanë pas luft me zvete në pro-Burgade edhe pro-Sërb. Unë konkretisht, do me thonë, baba jem, vendlindjen e ka në fshatin Straçinc, që i ven e njëjta në onë, ku do Milenko a dikush tjetër me vënu krysh në atona ka Stajkovca, edhe ne, do me thonë, luftën e parë edhe dytë botërore, do me thonë, kemi shpëtu Bugar prej Sërbëve e tjera me radhë. Do me thonë, këto kanë nodhë. Ashtu që kjo është, jo vetëm fetare, por është edhe simbol unifikus, kur ata su në gjenë, si kur ne me konë shqiptar të çuditshëm, do me thonë, kretë ndryshe, edhe mos me mujt me gjetë simbol tjetër përveç xhamijës. Vetë xhamia na bashka. Në këtë rast, do me thonë, për atë duhet për me kuptu kontekstin se edhe qka ka ndodhë në atë, po kjo është për me ditë historinë e Shkupit, edhe për fund, do me thonë, se unë, do me thonë, jam qytetari Shkupit, jam qytetar Shkupit të rësisht, do me thonë. Në komunën teme, si e dini, do me thonë, ka procedur për falsifikat zgjedhore, dhe deri sa ajo të ashtit unë si jam qytetari askujt përveç i Shkupit të rësishëm, jo në atona, jo ketona, po kretë Shkupi është i. Okej, mos e zbresim. Unë e kuptoj për reagimet tjera, po nuk e kuptoj themelimi Universitetit Shqiptar, publik, shtetëror, Nën Tereza, Shkup t'i pengoje, unë këtë se kuptoj. Po edhe sigur, edhe sigur. Unë e përmena si shembul, do me thonë si shka ka nodhë, u murvesh me thë, ja? Edhe sigur, do me thonë, nëse është bo në marveshje me atë Damjana, si është e Universitetit tjetër, Damjan Gryer. Qka na prish pun mu e ty, do me thonë kjo? Jo, unë nuk thash asë që i prish pun, unë vetëm e tregova si shembull se ku lindin dyshime që kjo mund tjetë e vendosje e pretekstit, që ajo për thonë. Edhe puna e universitetit, do me thonë, edhe aty nuk du... Jo, universiteti i Shallabon. Ndëgjova me vëmendje. Jo, më gjithë fjallë, do me thonë, nuk isha kundër universitetit. Unë e sjellat si shembull për metodën e... Po i përzitet tamam si me ato qiberitat që i përmendës. Po të rëgova se shko ka notë, tu neve na i kanë përzit qiberitat, edhe unë tash për ingrej një ka një, për i kalzoj se ku është Ramadan, dëgjova me vëmendje, të lutëm dëgjova. Dhe me thonë, do të ngresh problem dërmjet Universitetit Nën Tereza, Universitetit Tetovës, nuk është paraqit, është paraqit. Dhe me thonë, vizioni i BDI-s është që mos dyfishohen, duplifikohen fakultetet. Këtu t'jen fakultetet teknike, të arkitekturës, ndërtimtarisë, geologjisë, e disa tjera. Dhe me thonë që mos bëjmë fakultet njët edhe këtu në Shkup, edhe atjen të Tetovë. Dhe me thonë, kjo është qëllimi dhe ideja. Po edhe sikur ka qenë marrëveshje të bëhet me Damjanin, me këtë që përmendet për Universitetin e Sigurisë. Që na prish punë mu e ty, dhe me thonë aje punë. Ne dytë jemi Shkupian, nuk prish punë, mu prish vetëm jo më larkë, dhe me thonë, gjenerata e ime, e juja, dhe me thonë, ne në Shkup kemi pas 4 paralele në gjimnazës e Flushmarku në gjimnaz. Kemi qenë ngishta studenta, gjithë jemi taku në universitetin, këtë bibliotekën universitare. Edhe sot, prej asë gjendje, dhe me thonë, me 4 paralele gjimnaz, e bim situatën që Shkupi, prej në qerdhe,
deri në universitet shtetëror Shkup, që hap një perspektiv krejtësisht të re për Shkupian, edhe këta problematizojnë se kanë kombinu keq. Ashtë nuk para apo mbrapa. Kjo është problem brenda Macedon, letë thirën, letë bëjnë debat ato Universiteti Kirill dhe Metodi, letë ta hapin debatin, a është mirë për ato, është keq për ato. Po, kjo punë që duhet lërësohet. Prapë se duhet më sharu, do me thonë, nuk e përmena une atë për qëndrim temin ose dikujt për universitetin ose me ashtu. Këtu ka, do me thonë, argumentim për atë që ka umunova me tregu si metod. Do me thonë, unë e bona shpalosjen e qibritave me kalzu që koka nuk ashtë atej. Po, ko që keqa këtu? E keqja është se unë e dyshoj, do me thonë se është e ba me, sefti është e menu me Damian Grevi. Po edhe le tjetë ashtu, që atë prish punë? Jo, mu më prish punë se dy punë u banë në qashto, mu më kalzon që ju mirë një vesh NATO. Apo e problema brenda Macedon? Jo, plus është momenti që unë i kumë dëgju më bombat. Nuk jam më naif, do me thonë si krejt opinioni, edhe unë e kumë dëgju, do me thonë, hidhja futja, e kumë dëgju zamene rushi celo edhe në selo, shto praj me një, praj i duj, ketë këto janë mo citate shka, unë edhe opinioni, shumica mo i din. Do me thonë edhe unë thomë atërë kadarve si këtu pas ka, si ka thonë ajë. E shka pret pi partisë shqiptare në pushtet? Si? Pak duke të bëjë Universitetin Nën Tereza, po duke të ndaloj edhe Damjanin? Ja. Ne dërhime dhe të përë. Asat, unë e sila Universitetin si shembol i metodës bërjes, do me thonë, të qibritave në politikë. Vetëm qatë, nuk thash kur gjonë, me thonë, për mu, edhe për shumicën e opinionit, duhet me bo, do me thonë, 7 universitetin Shkup, edhe Shqip, edhe Macedonisht, hiq nuk është problem. Pasi që jemi për simbolet, dhe pasi që jemi, thash edhe në fillim, që ne nuk jemi as për Kuriqin, as për Shqiponian, mirë po dojmë që në mënyrë institucionale të zgjidhen të gjitha gjana dhe mos kemi kësi mos marveshje, sepse këto mos marveshje, si shtau edhe vetë, absolutisht pajtona me juve, ku thoni që këto janë të iskenume. As kush nuk mund të më mbind, se nuk janë të iskenume, duke pas parasysh shumë fakte të cilët jemi dëshmitar të ditëve të fundit, apo mujve të fundit. Kjo e cila më tepër është shqetësuese për dyftërsinë dhe mënyrën dhe politikën të cilën e ban BDI-a, është një fakt tjetër që në vitin 2012, kur grupi i këshilltarëve të PDSH-s, kur ishte për emërtimin e rrugëve, kishim një situatë krejtësisht ndryshe në këshillin e qytetit të Shkupit. Vëmëroja kishte 19 këshilltarë, kurse opozita tjetër, 21 këshilltar, 5 këshilltar të BDI-s vendosin apo bëshin determinimin se si të shkojnë punë më të tje. Ato ishin të njëjtit të cilët votun kundra UÇK-s, dëshmorëve të UÇK-s. Zekiria Hasani, Nehat Curi, Adem Jashari, Ismet Jashari, kështu më radhë. Do të thotë, ku e kanë fjallën? E kanë fjallën se edhe shumë hoxhallar, intelektual, të shquar, qoftë edhe Afoz Idrizi kishim një propozim që ura e Bit Pazari, duke pas parasysh për të gjithë kontributin që ka dhënë, të ketë emrin, të mbajet të ati hoxhës, apo Abdul Kader Arnautin. Të gjithë këto, ato i votuan kundër, po që se, kurse opozita ishtë njëtë në vi, me kërkesat e PDSH-s, por ato kërkeshin njëkohësisht tjenë edhe për branitellat e Maqedonëve. Arsyetimi jonë ishtë të njëjtit persona, kanë luftu për kauzën, kanë mendua dhe mendojnë që shqiptarët ju bënë padrejtësisht, nuk kanë lirie, kështu me radhë, edhe kuptohet ato tjerët kanë luftuar për kauzën e tyre duke mbrojtur gjojës e shtetit. Për të dy komunitetet, ishim që ketë mbajnë sheshet, rrugë, emrat e atyre dëshmorëve që kanë ra në atë konfliktin 2001. Kjo është ajo dyftërsia të cilat nuk mund të kuptoj, po që se vetëm se 2 këshilltarët kishim votu, kishim 23 shumicën, edhe unë jam i bindur se ajo e cila Shqiponja, ky emër i cili do të vendoke në rrugët të ati dëshmorit, në krahasim për asaj nuk jam kundra. Thash, rastësisht që Shqiponja duhet jenë në parlament, Shqiponja duhet jetë në ministri. Çdo kush prej neve të frymon edhe të punon për shqiptarët, duke implementuar edhe gjuhën shqipe. Ne kemi anashkalimi jashtëzakonisht
këtu shkelje drastike të ligjit për implementimin e gjuhës shqipe. I njëjti, vetëm pak nëse ka mundësi. I njëjti kryetari i cili vim për të njëjtit vend, të cilët s'kam asgjë personale, por flasim në bazë të fakteve dhe argumenteve. Ky kryetar 2013 ish me falsifikat. Ky kryetar ish ato të cilët ne e zbulum 13 proces verbale. Tini bindur nëse kishim edhe pak kohë, bindur të tjeni se edhe 7-8 proces verbale tjera nuk korrespondojshin me rezultatin e Komisionit Zgjedhor Komunal të Çajirit, me rezultatin të cilët i kishim kopjet ne në zyrat tona. Edhe në 23-35 minuta ishim të detyruar që ta mbrim afatin për të me dhënë në vërejtje deri te Komisioni Zgjedhor Qendror. Edhe kuptohet se deri sot, derisa nuk i ndëgjum të ashtu quajtur bombat, ne të gjithë këto thëshin që nuk është e vërtetë, që gjithçka ka qenë rregull dhe kështu me radhë. Unë pyes zotriun, jo rastisht kur bisedojna për këtë çështje. Këto çështje janë shumë të mëdha dhe janë shumë të ndihshme, janë subtile. Mirë po, tek e fundit, kur thot një subjekt politik se unë kam legitimitetin e shqiptarëve dhe unë duhet, për shembull, unë jam ai i cili duhet t'i përfaqësoj, unë jam ai i cili duhet t'i mbrojë kështu me radhë, edhe pse e dim se këto ka një konglomerat të çuditshëm në koalicion, kanë edhe turqit, edhe bosnjakët, edhe maxhupt, edhe shumë të tjerë, tërbeshë kështu me radhë. Mirë, po nuk kam kur gjë tjetër, po kurse si nuk mund të thirret se ka legitimitetin e shqiptarëve. Mund të thojë se ka legitimitetin e qytetarëve të cilët e kanë zgjedhur. Kurse si të shqiptarëve. Por atë arsye më intereson pyes publikisht Izet Mexhitin, ne të më tregon pse nuk implementohet gjuha shqipe në nivel të qytetit të Shkupit. Pse nuk implementohet? Edhe pse don të thotë se kemi përfaqësim adekuat të punëtorëve. Shumë shpejt Izet do të përgënjeshtroj dhe do të nxjerr shifra çuditshme. Jo, këto dokumente janë tjera të cilat do të tregoj se absolutisht nuk korrespondon dhe absolutisht e ke pru një vendim jo ligjor atë që e ke pru. Mirë, po mos kuptohemi, por Shqiponjën. Nuk çështja e Shqiponjës e ke bërë për politikë ditore. Çështja e Shqiponjës e ke bërë për shkaktu një huti, për shkaktu një konflikt, gjoja se për pushtet. Jo, nuk e kam ndërmend, unë thash, ne kur të vim në pushtet do ta them një send. Në pushtet kur do të vim, do të ketë të gjitha shqiptarët do të kenë të gjitha ato drejta të cilat gjithmonë i kanë pasur në ëndrat e tyre apo në mendet e tyre. Më intereson pse nuk implementohet gjuha shqipe. Tregom, pse nuk i ndroni dy emrat e shkollës edhe pse keni ministrin e arsimit tuaj edhe keni trumbetu pimotit duke thonë që do t'i ndrojmë edhe luni me ato emrat atyre dëshmorë. E kryt? Po. Më vjen keq që më shpesh do t'jo marrë kohën, po këtu pat më shumë. Dhe kërkoj pak ma tepër kohë se pat ma shumë pyetje dhe e para. Çështja e zgjedhjeve dhe çështja e përgjimeve. Nëse flasim për përgjimet, ato që i përmendje Ramadani, edhe i përmendje edhe Idrizi, pikërisht përgjimet tregojnë se pse u prishën zgjedhjet Çajër. Se pikërisht ato bombat, një prej bombave tregon marrëveshjen ndërmjet Mendu Thaçit, Sasha Mjalkovit. Abe nuk është e vërtetë, e çka flet aty po Marzira. Çështja e Mendu Thaçit. Mendu Thaçi unë të them publikisht. Themi kështu të jemi të real. Jo, nuk është çështje e përfundimit. Problemi është te Izet, banu pak i sinqert. Banu pak i sinqert. Trego, ne jemi të lumtur që për herë të parë se ne gjithmonë u mundohemi që të tregojmë edhe popullatës se ne ju e keni legitimitetin të vjedhur. Ju e keni absolutisht që e thash. Po atë du të them se ne për atë arsye ne kemi votu për atë arsye se numrat në Komisionin Zgjedhor Qendror kanë qenë të atilla të cilët se pa numrat e votuar. Kuptohet. Do të thonë, duhet t'ja përgjigjen këtë që thu. Dhe me thonë, u thirët në përgjimet, edhe Ramadani edhe ti, dhe me thonë... Unë për qëtërsena. Nëse ka mundësi vetëm tjeni më të shkurt. Dhe, pikërisht të një prej atyne bombave që i lexoj kryetari i opozitës Maqedone, Zoran Zaev, e tregon marrëveshjen ndërmjet Mendu Thaçit, Sasha Mjalkovit dhe Bedridin Ibrahimit, marrëveshjen që PDSH ta ndihmon VMRO
për ta prish Strumicën dhe këto t'ja u kthen për ta prish Shahirin. Dhe, që edhe atë e lamë. është konstatu, ka ha procedurë gjykata speciale, ne mbështetë në gjykata speciale, le të shkon deri në fund. Po edhe kjo, u prish ai rezultat, u zavendësu krejt komision i ri. Tregoma këtë, e kujtash kjo, të lutëm, ja, falim me fakte. Tash nëse lutëm. Ja, Izet, nëse ka mundësi ta përfundojmë, andaj përgjigjo. Çështja të cilën... Ka mundësi ta përfundojmë. Absolutisht, hajde tash. Da përfundoj kur e kime... Edhe nëse o konstatu, që dhe vërtetoj gjykata speciale, edhe atëherë komisioni e prishi, u ndru i gjithë komisioni zgjedhor, prej kryetarit deri në fund. U përsërit në zgjedhjet. Unë jam bo kryetar me rrethin e përsëritur, të rrethi i përsëritur. Është dallimi ndërmjet meje dhe kandidatit tuaj një prej dallime më të mëdha nivel republikan. 7.000 vota dallim nuk ka asnjë kryetar komune pothuajse në Republikën e Maqedonisë. E pastrum këtë punë. Çështjet tjera të cilët u përmenden, për çështjen e cilën e patët. Gjyqësisë. Shqiponjën, që përmendet tjetër? Emrat, pse këshilltarët e juve kanë votu kundra... E përmendet çështjen e emërtimeve të rrugëve. Historinë e Maqedonisë, do të thonë, kemi arrit në nivel qytet Shkupit, për herë të parë, janë ndru dikun, do të thonë, një kvantum prej 200 emrave. Ku ka emra ndërkombëtar, ka emra Maqedon, dhe ka 45 emra të historisë shqiptare. Prej periudhës ilire, prej mbretreshës... Pyetja, pse nuk e... Të lutem, tregon pse votuat kundra emrave të dëshmorëve të cilët ju gjithmonë e kini... Thoni... Po ta përfundoj. Dhe më thonë, 25 emra, prej mbretreshës Teuta, deri tek historia më e re. Pat një marrëveshje atëherë, dhe më thonë që mos ketë emra, as të UÇK-s, as të branitellave, ta lanë për fazën e dytë, sepse duhet pjekan kushtet. Mirë po, në bas asaj marrëveshje, emri rrugës tënde e mban Ismail Kadarej, nuk mban Maqedoni. Emri Lazar Tërpovski nuk është, po është Ferit Murati. Rrugës tënde, të shtëpia e vjetër. Emri i rrugës teme, dhe më thonë, duhet vendosë tabela... Marko? Nuk është Marko. Po urdhno të tregoj. Dhe më thonë është Shtat Koriku, Makedonski Kralevi, mirë po me marrëveshjen e re, duhet jetë Qemal Skenderi si përfaqësuesi nacional-demokratëve shqiptarë. Dhe më thonë, momentalisht e ke Makedonski Kralevi. U ndru në Qarshi, u vendos, u ndru emër Maqedon, u Azem Hajdari. Mbas kësaj marrëveshje u vënu mënyrë zyrtare Sheshi Skënderbej. Mbas kësaj marrëveshje, dhe më thonë, duhet të vendosë në mënyrë institucionale tabelat edhe për dikun 38 emra të figurave shqiptare. Dhe sa i përket UÇK-s, dhe me thonë, pikërisht ne e vendosëm amblemin e UÇK-s pa përmend emën, duke përfshi me atë amblem krejt ato që kanë ra si dëshmor për nënat amblem të ushtrisë shërimtare kombëtare të Shqiponja. Dhe nëse dikush nuk ka drejt thirret në atë, është pikërisht subjekti juve, se kur ka fillu lufta e 2001-shit, ju keni qenë në protesta dhe keni paraqit si terrorist ushtrinë qërimtare kombëtare. Dhe sot nuk mund të thirrni ju ma UÇK se... Po ju i vrajtë këtë komandantat i vrajtë, a i vetëdishëm që ka fletë. Dhe një pi emrave dhe i këtemi zgjidhjeve të mundshme. Emrat e shkollave, ka pas emrin Dame Gref, ku kemi mësu bashkë, sot ka 7 marsi. Ka pas emrin Svetan Dimov, sot ka Hasan Prishtina. Hasan Prishtina, u do jetë zyrtarisht. Zyrtarisht është 7 marsi. Emri i ri, Kongresi Manastirit është i ri. Qerdhe dhe më thonë ka qenë Brasfedin, sot është Fidani. Edhe Imri Elezi, edhe Ismail Qemali. Tu do bëjmë një pushim të shkurtër për të kthyer sërish në debat dhe të dëgjojmë nga të gjithë të pranishmit në studio zgjidhjet nga e tërë kjo situatë sa i përket vendosjes së simboleve në Çajir Butel dhe të tjerave të paralajmëruara. Na ndiqni pas pak. Unë do të them ti, ku ish këshilltari jot? Në Klik Plus, debati vazhdo si gjithmonë edhe gjatë pauzës. Sonte flasim për simbolet etnike, kombëtare dhe ato fetare, keqpërdorimin, përdorimin e tyre Unë jam pak e utuar sepse vazhdon debati mes zotëriut Mexhiti dhe Orana, ndërkohë që fjalën kanë kërkuar të tre analistët. Nuk mora përgjigje nga
kryetari dhe nën kryetari i partisë. Nën kryetari, jo. Tani do t'ju japin analistë disa pyetje dhe besoj që do të përgjigjeni të dy. Arben. Për hir të korrektësisë se jam pak më shpesh këtu, kam qenë më i heshtuni dhe mirë po do kisha dashur të kthejna në temë. Se megjithatë puna e Kryqit është ajo që na dhem, edhe do më kishin interesuar më shumë kishin interesuar tash për veprimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, se përgjegjësia e tyre është më e madhe, të paktën kontreza si parti pushtet. Pas publikimit lajmit për Kryqin, kishmi dikun si quj 3 veprime gjys BD-s, gjys pe quj atë incidentin me kryetarin e Kongresit Botror Maqedonik. Dhe të qarohës se çka ishte puna. Veprimi i parë ishte protesta, e dyta një deklarate Bekim Muratit që do të ndërtoj një xhami 50 metra dhe një flamur dikon një shtiz 50 metra, dhe e treta keni pas më duket mbledhjet kryetësisë ku ju jeni caktuar për koordinator apo kryetari i komisionit për çështjen e Kryqit. Dhe më intereson a keni plan apo a keni ide se si të parandalohet? Mbledhja e kryesisë është vendosur që unë të jam koordinator dhe kemi filluar domethënë në disa fusha, disa drejtime domethënë të veprojmë për ta parandaluar këtë. E para domethënë është autorizuar zoti Rushdi Lata dhe ka pas një takim sot me kryetaren e komisionit pasive fetare, Valentina Bozhinovska, ku ka kërkuar domethënë të hapet debat aty domethënë për çështjen e Kryqit. Nuk ka qenë e njoftuar edhe ajo. Dimensioni i dytë është kemi kërkuar nga grupi parlamentar që të hapet debat brenda komitetit për marrëdhënie ndëretnike. Po ashtu është angazhuar domethënë përfaqësues që të komunikon edhe me ndërkombëtarët, me ambasadat, për të njoftuar domethënë shkeljet ligjore, pasojat që mund të sjellë domethënë një vendim i këtill. Po ashtu domethënë është formuar një komision brenda Ministrisë së Pushtetit Lokal, për shkak se Ministria e Pushtetit Lokal ka ingerenca për ta mbikëqyrë punën dhe për të kërkuar llogari domethënë ka drejtim, ku analizohet në mënyrë juridike shkeljet, dhe shkelja e parë është pikërisht kjo që domethënë që është konstatuar që ky vendim domethënë është shkel badintere, dhe çështja e dytë që thirret në nën të ligjit domethënë për veprimtari komunale si pajisje urbane, që është qesharake dhe nuk mban domethënë as pak kjo. Mirë po mundohemi domethënë juridikisht të analizojmë krejt dimensionin që të ngritet domethënë procedurë në organet, në gjyqin administrativ dhe në vendime tjera. Dhe po ashtu po bëjmë domethënë analiza dhe debat brenda strukturës, ndoshta edhe me sektorin civil. Këtu duhet të ftoj edhe komunitetet e vogla, komunitetet domethënë jo shqiptare, edhe ata duhet të ngrenë zërin në kësaj çështje, sepse ato të parat janë mandej kur duhet ta shfrytëzojnë marrëveshjen e Ohrit për jo shqiptare dhe jo ortodokse në këtë rast? Edhe duhet të ftoj edhe komunitetin ortodoks shqiptar me iniciativën domethënë për ndërtimin e kishës në komunën e Butelit. Mirë po, gjithëherë domethënë duhet jemi të kujdesshëm në atë drejtim që nuk duam të futemi domethënë në skenarin e VMRO-DPMNE-s apo të na nxjerrin në një terren fetar ku ata duhet na nxjerrin atje, për shkak se atë nuk mund ta fitojnë, për shkak se kanë të gabuar dhe të humbur luftën, se shqiptarët janë një shembull botror për marrëdhëniet ndërfetare, domethënë konsoliduar ndërmjet komuniteteve ndryshme, ortodoks, katolik, musliman, bile edhe bektashi, disa komunitete më të vogla. Pra, po analizojmë dhe veprojmë në shumë drejtime dhe këtu mendoj që do kërkojmë përkrajen edhe të sektorit civil, edhe të zërit qytetar, edhe të analizëve, thjesht për ta parandaluar këtë keqe, sepse me këtë keqe intensiteti i ndërtimit është u shku shumë shpejt. Edhe intensiteti jo, domethënë është konform kësaj dinamike. Edhe këtë e them me shumë sinqeritet dhe me shumë transparencë, po nuk mund të shpalosi gjitha qëndrimet sonte këtu. Izet vetë vallë mos është Rana. Nëse është problem. Më pyes kështu publikisht tash, duke pas parasysh e përmendjen e Ramadanit të gjithë tjerët, të cilët ju ishit më të zëshim që do të shkonin në zgjedhjen me 24 prill. E kupton.
Ta është parashtrohet një dilemë, një pyetje tjetër. Vallë, mos është kjo atë që unë jam i bindur që është insinuar, fjala e dhënë nga ana e liderit tuaj, Zoti Ali Ahmetit, që do të shkohet me 5 qershor të Nikola Gruevskit, mos është vallë kjo si një inskenim që të bëhet një incident, edhe fjala e dhënë që e tha edhe Nikola Gruevski në preskonferencën kryetari i VMRO DPMNE-s, se e kam fjalën apo besën nga ana e Zotit Ahmeti se kësaj radhe nuk do të prolongohen zgjedhjet. Mos është vallë kjo. Po ju të marrë me analiza, mendoj... Jo, nuk është puna, nuk është me... Thjesht nuk janë të rastit, Izet, nuk janë të rastit të gjitha këtë gjanat. Nga Zotri Todor Petrov dhe nga VMRO DPMNE, unë të ftoj, ta luftojmë bashkarisht, absolutisht, timi është me analiza, tash unë do të them një sen tjetër, nëse ka se ne njifemi, për atë arsye këto janë analistët të cilët mund na plotësojnë neve. Mirë, po është një pyetje tjetër të cilët duhet të parashtrojmë. Vallë, ajo shqipojnë dy krerëshe të cilët ju mënyrë pompoze, ku e nëzorët a prej oborëve shpijës, a prej podrumeve, duke pas parasysh se e njëti shqipojnë dy krerëshe ka qenë në oborin e kryetarit të juaj Beqir Hasanit. Dhe të lutem, po si e sollët ju atë? E të është një moment, po shpikni. Ku e ki dilema? Dilemën se ka qenë në obore ka marrë djali edhe tash hajde pevnojmë tu edhe keni fillu, dëni të filloni sikur mënyra sjellje e juve në qeverisje, të cilët gjithmonë trumbetoni dhe thoni që i përfaqësoni shqiptarët, unë kam një porosi dhe këtu. Mos luni, mos i bëni shqiptarët mish për top, sukur që e bënët në Kumanove, shumë tjerë komandantë të cilët i vrajtët. Nisem du të them, i nderuar Izet. Po atje Shqiponjë. Ndëgjom. E vrajtët Shqiponjë në vërtet e vrajtët në Kumanove. Ma të me qau për pretekst. E vrajtën, nëse ka mundësi. Jo, të ambaroj. Se parashtron pyetje du t'i përgjigjet. Nëse është problemi ku e kam fjallën. E kam fjallën se këto një moment, ajo Shqipojnë ka qenë në oborin e kryetarit të degës së BDI-s Beqir Hasani. Është një send të cilët du të parashtet edhe pyetjen, vallë mos është ky betimi apo beset që ja ka dhënë lideri i Bashkimit Demokratik Ali Ahmeti, Nikola Gruevski, se patjetër duhet shkohet në 5 qershor, pa plotësimin e kushteve, pa pastrimin e listës e kështu me radhë. E dyta çështje e cila duhet të parashtrohet këtu është se me të vërtet është për tu, si të them, keqardhje të gjitha ato krimet të cilët janë të ndodhë në aspektin urban edhe në qejë. Izet, flasim... Zerana, e hapët shumë debatin të... Unë vi piku Stivani. Mendoj, unë me gjithë mirë kuptimin që e kini në komunën e Qairit, sinqerisht mendoj, ju jeni përfaqësues partive politike dhe ne dhe duhet timi të shpitar, të luftës tuaj politike, kush ka si ma shumë. Harrojnë që ka ko për pushat. Po, ka ko. Mu disendemi. Unë kom çdo e rezerva kur Gruevski thot dhe sa i tha edhe për mediat për dul ambasadori Amerikan tha se nuk është ashtu. Tha edhe për listat ne duhet prezim shka dhe thot këshilli shtetnor zgjedhor. Pavarësisht çfarë thot Gruevski. Dhe me thonë, duhet t'i marrim me rezerva pak disa vlerësime, mundet ka ndodhë, mundet s'ka ndodhë. Po kryesoria Spaku Gruevski, këto një vjet e ka vërtetu se shumë sende i thot edhe bas didit e ndryshon qëndrimin. Mu më intereson kjo një send. është shumë e randë kjo situatë ku ne tash duhet konstatojmë që Koce Trajanovi që ka bëhë se s'ka bëhë. Vetëm t'ju jap një shembull, Londra nuk ka pas krye bashkiak Londrës 20 vjet. A dini? Nuk ka pas. Një kryetari Londrës 82-shin e ka shit komunën edhe s'ka pas krye bashkiak të Londrës. Ju si komuna, edhe Qairit, në krahasim me komunën e Gostivarit e tohës, jeni diskriminuar për qytetit Shkupit. A ka një iniciativë më serioze për të di subjekteve që ki patronash, ki supremim i qytetit Shkupit minimizohet. Jo edhe për komunaleve, sa e di unë merr 60% për komunën e Shkupit, pse mi të marrë 2 bulevare. Për fat keq. Jo, më falë, kjo është vërtet, në vitin 2002, për shkak mafijas urbane të cilët e bën zotërizet me gjitin, në Qajër, se dhja ki ardhë, edhe a ki qetë, në vitin 2012, nëse flasim për këtë, jo rasisht unë du të parashtet këtë këtë, në vitin 2012, 480.000 denar janë dhënë në kasën e qytetit Shkupit. Deri pyetje, është parashtru pyetje këshilltarës, andërtim, të lutem tash, 16 me 14 për flasim, duhet jipen.
në qajiri në kasën e qytetit Shkupit deri në muajin 11-2012 ka dhënë 480.000 dinar, ato janë 8.000 euro. Edhe për atë arsye nuk investon Koce Trajanovski. Për fajin e këtyre. Aje për faktusi Koce Trajanovski. Po ti po më problemuar. Diskriminim të thua. A ka mundësi të thonë, nëse keni arrit. Këtë thot pak i kemi dhënë në Shkupit. Po qa do është probleme, përse si rezultati asaj që i keni shtina për gjepat e juve, ne pësojnë atë gjithë tjerë të atje. Koce Trajanovi, është e vërtet i Koce Trajanovi bom pa, ma bërë, të lutem. Si? Po mos flet sa ndërtime të egra keni qajrë. ka mundësi të asosë Meren mandat. Ajo është mbas ligjit, nëse ka arrit komuna e Qajirit, mos jape atë na i të bëne palma për të përshëndet është. Për të përshëndet, se qyteti Shkupit, lutem, qyteti Shkupit, Maqoni, nëse dikush ka bo investime abuzive, ka bo qyteti Shkupit se bugjetin e ka mas qeverisë Maqonis, bugjetin ditë matë Maqoni, nuk ka bugjet matë si qyteti Shkupit. Edhe janë argju, sendet, ne shofim për çka janë harxhu, Absolutisht pajtona. Po, ajo është pika. Po më intereson, a ka pas në iniciativë për subjekteve politike shqiptare, që ligji për qytetin e Shkupit ndryshoj? A ka pas në iniciativë që ne vlerësojmë për interes shqiptarve, se mundet e s'ka nevojt këtë kryetar Shkupit? A ka pas iniciativë që mjetet financiare që i përcaktojnë qytetit Shkupit, mos i përcaktojnë të ngelin pushteteve lokale? Se unë thëmë, prej të ardhunave burimore, komuna e Qajirit, komuna e Karposhit, komuna e kësaj, marin 20%, komuna tjera jashtë Shkupit marin 100%. A nuk ka barazin shpërndarjen. E dyta, është pavarësisht për luftës politike që dhe e bani në periudhën e ardhshme, është absurde për mu si qytetar jashtë Shkupit, një bulevar i cili është 3 minuta të hecish në kom, për qendrës, mos ketë intervenim prej qytetit Shkupit, të bëhet bulevari ta shëshof e bëjnë për të kryqin në aerodrom, e hapin bulevar në ri, ku atje me taksit duhet gjysë ore që kështë dëri atje. Ajo është pike parë. Pike dytë, sa i përket Shqiponjës. Shqiponja mund bëhet paralele me këto bustat, nëse është e paliqme, me bustat që janë vëndu në qendër. Se besoj se në qendër nuk ka pas plan urbanistik. Po janë vëndu busta kush ku ka mrej. Ne mund të bëjmë paralele Shqiponjës me do atribute kombëtare, cili do kombin Maqoni, pa jo me kryqin. Nëse është ty procedura, une kam dhënë një deklarat, se nëse jo keni thy procedurët, do të ballafaqoheni me organet. Po këtu a keni mendu që të kërkoni ndë një mas të përkohshme ndalimit të punës, se nëse objekt sakral, ose objekt fetar, ose shenjë fetare bëhet, është problem të intervenohet mas asaj. A si to të arbeni, nëse dinamika është shpejt, duhet bëhet në intervenim që ajo të stopohet derisa të rregullohet ligjerisht. Edhe e treta, u lutem, në qytetin e Shkupit situata është pak më e ngjeshme se ne në komunat ku jemi me shumicë shqiptare. Nëse janë 8 këshilltar ose 9 këshilltar shqiptar, atëherë bënja pak më publikeve punën e këshillit qytetit Shkupit. Insistoni, ka media shqiptare të vinë që ne të shofim se çfarë vendoset atje. U thëmë, qyteti Shkupit krahasim me buxhetin tuaj ka buxhet kështu maramendës. Edhe ai harxhohet, a nuk ka iniciativë, unë nuk kam dëgju, se ka pas iniciativë që ato drejta qytetit Shkupit të supremohen edhe të kalojnë të pushteti burimor lokal. Qyteti Shkupit nuk është pushtet lokal, ai është pushtet indërmjetshëm, nuk është pushtet lokal i drejtë. Prandaj duhet të bëhet kjo. A pastaj do të vazhdoni gjithsesi me këto luftat politike. Nuk është luftë personale, mëse kuptoj. Jo, luftë politike është luftë që subjektet politike e bëjnë për të fituar politike, dhe atë nuk e kontestoj. Po ne sonte këtu kimer që të marrim ndonjë informat për jush, e të japim dhe i sugjerim se kjo punë mund shkone shifnin në qendër qytetit Gostivarit është një luftar i luftës ditë botërore partizan. Se kene këto rregullat e badinterit vlejnë edhe on tashpëra. Edhe në vend që të sulmohet subjekti maj madh politik, e në ajo është pikrisht ai subjekt që thatë ju se ka marrë fjalë, ajo është ai subjekt i cili suprimon ligjin. Ai suprimon çdo normë ligjore të Maqoni. Ka vendu 50 busta në qendër, edhe flasim për ligjin. Nuk mund të krahasohet. Kush ja mundsoi atë Elber pyetët parashtrohet pyetja. Kush ja mundsoi? Për ta thënë ligjin. Po jo, kush ja mundsoi pas ato? Kush ja mundsoi? Albert, kush ja mundsoi atë që ti ndërtoi ato bë? Ligji, prokurori, nuk e ka thënë gjyqësori, policia, institucion, çato institucione ato që duhet t'i reagojnë. Nëse mundet patë 3 pyetje.
pas të trapitën, nëse ka mundësi Izet. Ka mundësi, Idris. Nëse është problem. Unë do t'ju lutem të jeni Nëse flitet 2004-2005, kishme ndarjen territoriale. Edhe në qeverisi ishtë BDI-a me SDSM. Dhe me thonë, Shkupi është si veçeverisje e veçantë lokale, ku në vetën ngërthen edhe 10 komuna tjera. Absolutisht nuk kemi kur një farfaje dhe nuk kemi kur një farë ndikmese në këtë ndarje e cila është bo si kur në film Vizatimor. Duke marë pasysh edhe Qajirin, është marë një pjesë e Qarshijës, mënyra... Qytetin e Shkupit. Thash ndarja territoriale si është bo. Nuk kemi qenë ne, nuk kemi qenë, ka qenë SDSM-ja me BDI-n, 2004-2005, edhe është kjo ndarje territoriale të cilët sot është ekzistuese dhe apo është prezente. Një. E dyta, kërkes atë që thua për shembull që t'jemi ma transparent për gjithë punën tonë, ka e arkimume apo arkivume në qytetin e Shkupit ku është bisedu 2 herë me kërkesë të këshilltarëve të PDSH-s që seancat e këshillit të qytetit të Shkupit të jenë të drejtë pas drejta. Që njëherë për gjithmonë, çdo kush prej neve t'japim përgjegjësi para votuesve tona, para qytetarëve se kush çka punon. Nuk është mirë të gjithë për shembull ne dalim edhe nëse thonë unë e thash këtë apo e thash atë. Edhe pse ekzistojnë stenograme edhe të incizuar edhe kështu. E treta, 2009 për informatën tuaj, kur flet për këtë mozaik apo themi këtë kopsh zoologjik të qytetit të Shkupit, atëherës ju rastisht përmenda zotëri Alberti dhe gjithë audiencës se VMRO-ja ka pas 19 këshilltar me gjithë koalicionin e vet. Këshilltarët e BDI-s kanë qenë ata të cilët ja kanë mundësuar komoditet dhe mundësimin e thuja të gjitha avanturave të Koci Trajnovski. Për atë unë po të them se po qëse edhe çështën e dëshmorëve të dymenishit të cilët këto nuk e votuan, ishin edhe shumë projekte tjera të cilët në interes të shqiptarëve, ku thot për shembull se Izeti thot do t'i ndihmosh Koci Trajnovski se kum paguajt. Nuk është ajo çështja Izet. Çështja është se ke një ndërtesë ose themi një gyp i cili është para pa fi 50 apo fi 100 kur i jepet në leja ndërtimi lutem tash ti mos ai njoh ose ti nuk a mirë ama lutem un po flas ajo të cilët un kam problem dhe qytetar tjerë. Në parashivet është para pa për 50 shtëpia apo për 50 vendbanime me vetë faktin që ndërtohet diçka tjetër, ngushtohet mundësia, s'ki shtypje të ujtit, s'ki shtypje të... Ti mban mua problem. Për shkak, se shkaku se nëse ti e pagun atë shifër të cilët është para pa në qytetin e Shkupit, ai është detyruar me ligj mi ndrua të gjanat. Kjo është problemi. Unë kur them, unë kam personale, ose pse kemi uzurpime të paqe. Banë edhe unë pak e të lëmë hapësirë pak edhe... Kemi një anarki totale, kemi. Vetëm nëse ka mundësi të përgjigjem, unë e të kuptova mirë, Albert, që tha, a keni iniciativat përbashkëta kundrejt palës Macedone. Si ti forcojmë komunat shqiptare në Shkup. Dhe një pjatir në forcimeve është ligji i legalizimit, ndërtimeve tegra, kur e sjell fillimisht, është para pa 100% e taksave të ndërtimit shkojnë për komunat dhe 0% për qytetin e Shkupit. Dhe këtë ja ka transmetu Koci Trajnovski e kjo bo me rak pëse ne i kemi dhënë pak para atë. Dhe mëndej, kur e kanë kuptu e bënën alarmante atë punë, mbas një viti e gjys, kanë ndryshu tash edhe ligji i legalizimit, është një si ligji i ndërtimit, 60% taksave të ndërtimit shkojnë për qytetin e Shkupit, 20% për komunat në Shkup, si që është Qajiri, Saraj, Aerodromi, e kretë to. Dhe unë pajtojnë plotësisht, dhe më thonë, e para, ne du të luftojmë për decentralizim fiskal, më të fuqishëm Maqeni, sepse Maqeni është shumë e centralizume. Vetëm 3% shkojnë nga tatimi personal dhe të vësheja për komunat, 97% për qeveri. Dhe mandej në qytet Shkupit, këtë diskriminim është edhe ma i fuqishëm, dhe ne fillimisht, dhe më thonë, luftojmë si BDI, për ta forcu decentralizimin fiskal, që mos tjetë 3%, po tjetë 30% për komunat, dhe mandej fazën e 2, dhe më thonë që komunat është interes i shqiptarëve Shkup të forcohen më tepër komunat se sa qyteti i Shkupit. Dhe jo rastësisht 2005 kur është sjell ligji për ndarje territoriale, në ligjin e ndërtimit, lejet e ndërtimit i japin komunat në qytet Shkupit, nuk jo qyteti Shkupit. Edhe duhet përmirësohet ndarja territoriale, sidomos Shkup. Absolutisht. Dhe
Unë e pranoj që BDI e ka bo qajirin, e ka bo strugën, e ka bo kërqovën shqiptare, mirë po pranoj që nuk janë zgjidhje ideale, duhet gjem forcat përbashkëta që këtë qajir që kemi bo, ta rrisim, ta përmirësojmë ndarjen territoriale, të ketë një territor të mjaftueshëm, ose t'i përqendrojmë forcat që mund të jetë një mirë. Luftohemi për VMRO-s me kryqe. Hajde dalim bashk, BDI, PDSH, në zgjedhjet e ardhshme në Butel, me kandidat për bashkët për kryetar komune, ta fitojnë Butele. Ato në tutki. Tregon. Me këtë foto. Çfarë gjendje është ai? Po bën diçka për vizjen e atë ka pyetje Alberti. Do ta vazhdojmë rendin që themi në aktualitet. Një çështje tillë që Hajde për Butel dalim bashk. Sigur që dolën VMRO LSDM për kërço për struk. Është çështje tjetër, është problemi se ju do të tregoni. Dhe mandej Çajir, Butel, Saraj do marrim më shumë buxhet në nivel qytete si 3 komuna se sa 2 komuna. Kemi qartë, të mos të dalim jashtë të temës. Sinqerisht jemi në... Zotri Alberti, çështja e asaj të cilat flet zotri Zeti absolutisht nuk qëndron. Se absolutisht mu nuk më interesën çështja e buxhetit të Kocës apo ne. Kocja me miliona ka dhënë për pazata, për skulptura të Libri i bardh ekziston në qytetin e Shkupit, të cilët për hir të vllazërisë së përbetuar, të cilët ka VMRO-ja me BDI. Edhe kjo e cila sot ne e shohim në armësi brenda natës, ajo na habit fakti. Edhe sa i takon asaj unë thash, ai tregon mua se si e komenton këtë çështje. Zotri në Çajir. Orana, ose tregon ti mu këto hapësirat të cilat janë të uzurpuar. Ato janë të uzurpuara, të cilat janë parqinjet private. Tregon ti mu. Kjo është ajo problemi. Zotri Orana, nëse ju kujtohet, ligji i Shkupit, në fakt jemi fare në fund, zotri Ramandani, pyetje për ju dhe për të gjithë. E shihni se si po ecë debati. Fillua me simbolet, gjithçka po hidhet në kontekst etnik. Sa është i rrezikshëm ky fenomen? Po, është i rrezikshëm edhe ajo është ka, do me thonë, disa parafolës e përmenën për punën e keqpërdorimit të fesë edhe instrumentalizimit politik, edhe të fesë edhe të trashëgimisë politike kulturore, por edhe të simboleve është i rrezikshëm. Ne shohim se çka ndodh në botë, do me thonë, edhe ne nuk jemi jashtë rrjedhave të botës. Kjo njëjtë, do me thonë, vlen edhe për krishterë edhe për muslimanë. Shohim edhe Donald Trumpin, shohim edhe ISIS-in, edhe krejt ato nuk janë të huaja sot për këtë botën globale. Ajo që ndodh fatkeqësisht në Maqedoni, që ta shkencërisht ta sqaroj me term, i thojnë sekularizim asimetrik. Do me thonë, ka një anë vlen sekularizmi, do me thonë sekularizmi vlen shkaku i shqiptarve edhe të shqiptarët, po nga ana tjetër nuk ashtu. Edhe kjo është një prej punëve... Me që sqaroni këta? Kjo sqarohet me atë se do me thonë që për shembull në këtë rast, ti nuk i kundërvihesh me xhami Kryqit, po ti shef punë tjera, do me thonë, nuk e ban atë çka e ban ai, do me thonë, me keqpërdor fejen për qëllime politike, se Teodor Petrovi e keqpërdor fejen për qëllime politike, në këta onë kushdo qoftë, që tërkush, do me thonë, nuk përgjigjet në atë mënyrë, po shef punë tjera edhe nëse janë provokime tjera, Puna tjetër që duhet, do me thonë, unë e shoh edhe si e pash edhe atë ditë, do me thonë, në punën e protestës, pasi protesta është në rregull me u bë, po protesta është puna e fundit të cilën duhet ta bëjnë politikanët cilët kanë mekanizma. Pe atyre mekanizmave e para është badenterin lokal, ai që vlen ta ngostivar, do me thonë, edhe shumë probleme ka në Maqedoni, do me thonë, ajo duhet me u respektu. Por ai duhet mu respektu edhe në komunët shqiptare, qoftë Sarajsdi, a ka, do me thonë... Çka nëse ndërtohet kishë? Si, jo, veç pak, se aty do vi. E dyta është në punën e qytetit Shkupit, do me thonë qyteti Shkupit, një ish kryetar i Shkupit që ka qenë, e majnë men ka ato që kanë qenë funksione atëre, do me thonë e ka sus mandatin e vetë me një fushat se duhet mu ndryshu ligji i Shkupit, ai Trifun Kostovski. Në fund edhe billboarda nxjerrit që do me thonë nuk është në rregull kjo punë. Jo sebeb shqiptarëve, jo sebeb maqedonëve, po thjesht si funksional ka problem. Se është pushtet i vetëm, do me thonë 2 pushtetshëm në Maqedoni. Nuk ka tjetër shembull edhe ajo i pengon krejt decentralizimi. Puna tjetër është në komunën e Butelit. Atë çka sot, do me thonë populli shqiptar, ato ja bo me vetë iniciativë për shembull BDI-s në komunën e Bugovinës, ka dhënë ndërheqje një këshilltar, atë mundet me bo, do me thonë BDI-a, PDSH-ja kur doje, qoftë në qytet Shkupit, qoftë në komunën e Butelit, do me thonë e prish edhe prej, do me thonë nëse ato veprojnë me anarkizëm, atër ti dush me delegalizim, do me thonë, e laune këtë punë të aprishi këshillin.
Do me thotë ta prishi, këshillin nuk qoj këshilltar tjetër, edhe kjo është një prej mekanizme. Mekanizmi tjetër në këtë rast është edhe gjykata kushtetuese, edhe gjykata drejtuese, por shkaku i sekularitetit, por është mekanizëm edhe kjo zellësi, do me thonë që është i komunave, edhe në fund është ajo shka duhet me qenë normal, kjo pasi unë e mendoj se BDI-ja, sidomos BDI-ja e Shkupit, ka problem të madh. Me këtë rast, do me thonë, kur kush nuk do të thoje që ai kryq, nesër, zotim ose bof, nëse vendohet, ai kryq, kur kush do të thoje kryq i Vëmëros ose i Todor Petrovit. Këtu në Shkup, unë ju tregoj, do me thonë, në opinionin jo zyrtar do thuhet kryq i BDI-s. Si sot, shka njerëzit në Shkup, shumica e thonë kryq i PDSH-s për atë në vodnë. Edhe ai nuk ka vënë në vakt luftës, ai emën e ka Mileniumski Kërst, nëse të kujtohet, është bo shkaku i vitit 2000, edhe kur është vendos në qeveri, nuk ka pas as luftë, as Stanishec. Do me thonë nuk ka pas luftë as tani. Mirë, këshirë datat në rritë, s'ka lidhje, veç për sërin. Unë përmërini vetëm si shembull. Edhe realisht, BDI-ja Shkupit duhet mu që pesh, edhe me sqaru qendrës, se, do me thonë si është ajo, Allah Houston, we have a problem, këtu ka problem. BDI-ja, do me thonë, në këtë situatë, unë se di me sa men, unë të me marë pjesë në një farë zgjedhje, nëse vënohet Kryqi, në Kumanov Drogiratën edhe atë qelet Jugohromin të tokë. Unë se di që shdel para shqiptarëve me lip vota. Do me thonë, ka këtë antë, i ka helmo ose i ka kryqëzu shqiptarë. Shkurt, zotri Orana, shkurt, zotri Mengjiti, duhet ta mbyllim, në fakt ne duhet ta mbyllim para 2 minutash, hynëm në terminin e lajmeve, nëse keni ndonjë koment për fjalën e zotri Ramadanit. Ja, nuk kam shkështoj, zotri Ramadanit thatë, të cilat me të vërtet qëndron duke pas parasysh të gjitha këtë katrahur të cilat përnajndodhen shqiptarve, thjesht me të vërtet në ditën e zgjedhjeve populli shqiptarët dhe të jep një grusht fort kësaj politike të paskrupull të BDI-s, të cilët i ka shëndru shqiptarët në një boost të grëmisi kështu me radhë. Nuk është shprecoj për fushat, ka kohë për fushat. Jo, për fushat në asnjë mënyrë. Vetëm të na jepni garantë se nuk do të ketë tensione. Unë në mënyrë sinqert, do me thonë këtu them që jemi ballafaqu me një budallaki, do me thonë të Todor Petrovit dhe të VMRO DPMNE-s. Dhe unë kërkoj partneritet, do me thonë, edhe nga PDSH-ja, edhe nga sektori civil, jo të në mbështetin në protesta, me ide se si ta parandalojmë këtë keqe, që do jetë e keqe, do me thonë, jo vetëm për shqiptarë, po do jetë edhe për Macedon që jetojnë në komunën e Butelit, sepse kjo i prish ekuilibrin, baraspeshën, dhe me thonë... 20 marë mandat për shqiptarëve të qeverisë dhe të përmizër. Po të kuptoj se nuk ndalohet, i kemi me mekanizma tjetë të cilë duhet të parandalojsh. Zoti Mengjiti përfundoj, nëse të përfundoj unë. Ndoshta nuk është ma e mira kur protestohet, po hala ma keqe kur nuk proteston hiq, edhe nuk mundohesh për të ndalu këtë keqe. Ju faleminderit shumë. Këtu do duhet ta mbyllim. Albert, një fjali. Një fjali. Unë do i kisha inkureju të grupet këshilltare në qytetin e Shkupit, ngreni dhe i padi kundër kryetarit të Shkupit për mos respektimin e ligjit. Se atë ju sigurisht si këshilltare keni legitimiteti shumë batë masë në Por njohurin tënde ka një letër të hapër të cilët drejt për drejt i këmë quë dhe kërkojnë... Duhet padit ngret, ajo ka përgjësi penale. Nuk është në gjyqin kushtetues, për sa si pas njohurive të mija është gjyqi administrativi cili mirët me vendimet të cilët janë të... Për atë ka mund ngret padit penale, jo. Zëvendës ministër gjithë ditën po ngrejnë padia, këto Renenska, këto shkoja, ka shtohet zotrit debatin edhe pasi ta qlajmërojmë në zosh për të di grupeve. Faleminderit që ishit me ne edhe sonte. Takohemi nesër mbrëma në ora 21:30 minuta. Deri atëherë, natën e mirë.